Rikthehemi. Do të vijoj tani me zotin Kruta për të marrë detaje që kryesisht burrat i shohin për të bërë atë diferencën, nëse je pak më i vëmendshëm, pak më i kujdesshëm, me më shumë stil, sa i përket paraqitjes. Ju keni orat, me sa di unë, qef, syzet dhe çorapet me ngjyra. Po. Pse këto tre detaje? Okej, orën e kuptoj, deri diku burrat e kanë pak me merak që orën ta kenë të mirë. Po është thjesht marka që e veçon, apo edhe ndoshta ngjyra, rripi? Është marka, forma dhe ngjyra e fushës. Këto tre ndikojnë që unë Që bën zgjedhjen. ti zgjedh orat. Por, para se ti përgjigjem pyetjes suaj, dua të vazhdoj një frazë që e tha zonja. Tha, nëse mua më pëlqen një këmish e rrudhur, unë tha s'kam raport me hekurin, po e marrë e vesh se s'kam komplekse. Për përditshmërinë, po. Po. Unë këtë moment uroj mos ta ketë dëgjuar i me shoqe, se unë i vesh çdo ditë këmishat edhe imagjino çaje që ajo në hekur. Edhe këmishat që o zot sa të mundohen. Po pra. Ndërsa për këto më pëlqejnë ngjyrat, thjesht më pëlqejnë ngjyrat dhe siç kam ngjyrat e çorapes, ashtu i kam me ngjyra dhe pantallonat, që i kombinoj edhe me pantallon, ashtu i kam me ngjyra dhe këmishat, ashtu i kombinoj edhe me këmishat. Kur thoni ngjyra, për shembull ju sot jeni me një ngjyrë klasike, blun. Po. Në të përditshmëri mund të jetë një ngjyrë e ndezur, që nuk është e zakonshme, po them kote verdh dhe kuqe. Po, që të gjitha ngjyrat unë i kam. Jo, i kam në xhanem edhe në xhaketa, i kam, por në këmisha i kam të gjitha ngjyrat. Kjo më jep kënaqësi, nuk është dikush tjetër. Po, gjithmonë ka qenë kështu, apo me kalimin e kohës ke filluar të krijosh një stil më të veçantë edhe më autentik? Me kalimin e kohës më ka lindur kjo. Kur them me kalimin e kohës, unë kam qenë aktor. Edhe nga familja ndoshta, me qenë se edhe babai. Edhe i mat ka qenë aktor që ju e njihni. Po s'ka rëndësi. Dhe më ka mbetur diçka nga i mat. Por, kur erdhëm në Tiranë në 97-ën me familja, se unë jam nga Vlora. Nga Vlora. Nga Vlora, kam përshtypjen që ju njoh. Besoj, edhe unë. Shqiptare, gjithmonë. Dolëm tema tjera, tani. Kur erdha këtu dhe fillova në këtë institucion që ju thash, më pëlqente të isha spic, të vishesha mirë, më pëlqente. Më përpara kisha një biznes këtu, që s'kish lidhje fare me profesionin tim, atje rria si xhanavar. Shumë seriozë? Jo, xhanavar, më keq se i thjesht. Më keq. Vishesha shumë keq, se s'bën në përshtypje fare asgjë. Ndërsa kur fillova këtu, më duhesh të rria në një profil tjetër, në një pozicion tjetër, në një stil tjetër. Duke e dhënë rëndësi ati pozicioni që po shkonje. Po pra. E dhënë rëndësi punës. Por kam dy lloj stilesh, dy lloj veshje, se preket pak që parju. Para dita unë vishem si për punë. Vishem kështu si që jam, se unë sot në puna erdha. Bazita pasaj unë bëhem sportiv, sepse eci shumë darkave. Edhe vishem me tuta, me atlete, me xhup të letë. Kështu që edhe ky lloj mënyre të veshuri më pëlqen, që i ndryshoj gjërat. Edhe do mbetem edhe një minutë vetëm tek, po them kjo trashëgimi që ju keni marrë edhe nga babai juaj, duke qenë se ai ka qenë aktor, Lek Kruta, pra, ka qenë pjesë e kinematografisë dhe normalisht i takon një lloj niveli të shoqërisë që jep dhe shembull, po ndoshta edhe rolet ndikojnë, pra duhet të ketë dhe pak stil. Është artist. Një artist është gjithmonë ndryshe, mendoj unë. Po, ashtu, është e vërtetë. Mos ndoshta edhe kjo lloj tradite, kjo lloj mendësie në familjen tuaj është një element që e ka bërë edhe këndvështrimin tuaj për veshjen, për lukun të jetë i dallueshëm nga bashkëmoshatarët tuaj, nga të tjerët. Ajo pa dashje ka ndikuar tek unë. Ajo ka ardhur krejt natyrshëm. Krejt natyrshëm. Bukur. Unë
Ka pasur në një detaj që e kujtonin të babai juaj? Atë nisa të them. Ndjes. Imat i luan të flokët me brillantin. Atere nuk ka pasur brillantin. Shkëlqen. Po, që shkëlqen të flokët dhe a i rinde një orë para pasjurës i krifte, i regullon të i bënde bukur flokët. Dhe dilte, kur dilte pazarit e... Binte në sy. Shkëlqente. Shpresa, dilte king. E dim për çfarë më krijohet Katerina, një zotëri që mbahet edhe kurohet kaq mirë. Duhet ta ketë patjetër zonjë në krah që ka një stil të veçantë? Patjetër ashurit e një me shoqe, edhe ajo ka garderob shumë të pasur, madje, ndonjëherë mendoj t'jeq pasqyrat nga shtëpia, sepse kam atë pasqyrë. Se kur kombinojnë vetë, thot, çeke këtë xhaket, shko këthë mbrapa, ndëroj e hiqe, vishe kombinojnë me këtë dhe shpesh aroj më kthen. E kujdesshme. Kështu që duke qenë e kujdesshme për mua, për vetë është akoma dhe më shumë, sigurisht. Po, pra. Do të ndalem pak tek Arieta në këtë moment për të marrë të gjitha këshillat e saj sa i përket kujdesit, stilit flasim, të jesh pak stil, të dallosh nga të tjerë, të diferencosh ndoshta. Ma mirë mendja, edhe nga shpjegimi që i dhe shpresës më herët, nuk duhet jetë e sforcuar. Në fakt, i kemi të ilustruar me 3 shëmbujt që stili me kalimin e kohës nuk thjeshtohet gjithmonë, si që në teori mund të shpjegojmë që sa më shumë koha kalon, aq më shumë ne shkojmë drejt një garderobe më të pastër, më klasike, më të thjesht, shkojmë drejt ngjyrave më të qeta, më neutrale. Pra, nuk është rasti konkret që e shpjegon këtë. Stili është gjithmonë individual, pashka se në të përgjithshme është shumë e vërtet që me kalimin e moshës shkojmë edhe të drejt, do më thënë në qoftë se ne gocat synojmë, blejmë të kemi sa më shumë gjëra ndryshe, sepse ndoshta mendojmë një herë do ta veshim këtë ose 2 herë maksimumi e kombinojmë me diçka tjetër. Një moshë tjetër e caktuar pas të 50-tave ka tendencën të ketë gjëra më cilësore në garderobën e vet. Ato të thjeshta, 2-3 të sakta, se sa zhurmë të madhe më kot. Sepse është edhe gjendja e moshës së tillë, sepse veshja ndjesi është fundja, është edhe stili jetë sigurisht. Paçka se në rastin konkret, që duken kaq bukur që të tre, e shijojnë maksimalisht, nuk janë të zakonshëm sigurisht, siç i shohim rëndom kur ecim rrugës, sa do të jenë të pastër, të kuruar, por janë raste që nuk na e tërheqin vëmendjen ndoshta me kurfar elementi. Nëse në këtë rast çorapet janë gjëja që vjen më shumë në sy, ose varsja, eleganca, stili aq monokrom, ato varset, aksesorët aq të zgjedhur, ose ulërima që i rri kaq bukur shpresës, kështu që nuk janë raste shumë të zakonshme. Po kështu që mendoj që në përgjithësi është edhe individual stili. Paçka se në rastin tim ka ndryshuar, se unë mund të në të shkuarën time mund të kem qenë një shpesa e vogël që kam marrë duke u pastruar. E vërtet që ti ke pas shumë qejf ngjyrat, ke qenë shumë ekspresive. Unë kam qenë ajo që domethënë dhe sot je me kostum po themi. Po. Unë prapë në mbrëmjet e mia live kur këndoj sigurisht që kam look më agresiv, më pra sipas rastit. Mund të jenë ato raste që unë nuk jam në maksimumin e performancës time vokale, që me veshjen e kam gjithë sigurinë e duhur edhe do shkëlqej e di që të jem. Që është me nuk e kam menduar që me kalimin e kohës do thjeshtohesha kaq shumë, do isha kaq komode, edhe me këto flokët shumë, ndërkohë që flokët e mia përpara ulërisnin blu, pink, të gjitha ngjyrat edhe prerjet, edhe unë si shpresa i prisjave gjithmonë. Edhe ti e ke bërë këtë punë? Unë kam bërë dhe si punë, atë përveç se të kokainë.